Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni lajmeve në News 24. Do ta nisim këtë edicion me kolegen Klodi Lala me një tjetër raportim të drejtë për drejtë, sepse SPAK dhe Policia e Shtetit kanë zhvilluar një aksion në Durrës që çoi në arrestimin e eksponentëve të krimit për ngjarje kriminale, por edhe për çështje të tjetërsimit të pronave në Bregdetin e Durrësit. Deri tani janë arrestuar 3 persona, ndërsa një të katërti është komunikuar masa në paraburgim. Lidhem përsëri me Klodin. Klodit, përshëndes. Në fund të lidhjes më parshme përmendë faktin që janë përqendruar aksioni dhe kërkimet në Shijak apo jo. Si po shkon ky aksion i Policisë Shtetit dhe SPAK-ut? Po Nisida, përshëndetje. Në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, Policia e Shtetit në bashkëpunim me agentët e Byros Kombëtare të Hetimit mbi bazën e disa urdhër arresteve të firmosur nga SPAK ka zbarkuar mëngjesin e sotëm në disa zona të Durrësit e konkretisht është përqendruar në Shijak. Fillimisht është ushtruar kontroll në banesën e Aleksandr Lahos, alias Pëllum Muarremi, i njohur me Nofkën Rumi, i cili sipas të dhënave kishte ardhur nga jashtë vendit dhe ishte strehuar në banesën e tij, dhe këto kontrolle nisën pasi SPAK ka firmosur një urdhër arrest të ri për të në ndyshimet për veprën penale për përfshirjen në një skemë masive të tjetërsimit të pronave në Bregdetin e Durrësit e po ashtu në ndyshimet për veprën penale të grupit kriminal. Por nga kontrollet të banesë, Aleksandr Laho, i njohur si Rumi, njeriu i cili i ka mbijetuar një atentati teksa udhtonte në makinë me prokurorin e Durrësit në atë kohë, Arjan Doj, aktualisht Zotin Doj, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, nuk është arrestuar pasi nuk është gjendur aty. Nga kontrollet dhe aksioni ka përfunduar në pranga vëllai Aleksandr Lahos, shtetasi Vullnet Muça, kanë mbiemra të ndryshuar, i cili dyshohet po ashtu se në bashkëpunim me vëllain ishin të përfshirë në këtë skemë të tjetërsimit të pronave. Në pranga ka përfunduar edhe Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Loer Kume, i cili u zgjodh në kuvend nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit në siglën e Partisë Socialiste nga lista e mbyllur. Gjithashtu është arrestuar po për dyshimet për tjetërsim pronash edhe Vlash Draçi, i cili dyshohet bashkë me Enea Kumen për falsifikim të dokumentave çfarë ka quar më pas në regjistrimin e sipërfaqeve të mëdha të pronave në emër të personave të bashkëlidhur me Aleksandr Lahon, i njohur si Rumi. Kjo ka të bëjë pikërisht me pjesën e tjetërsimit të pronave. Ndërkohë, SPAK nga hetimet ka zbuluar edhe krime të rënda kundër personit dhe konkretisht një vrasje të kryer në zonën e Durrësit, edhe pse emri i personit të vrarë ende nuk është bërë publik, përderisa sipas prokurorisë janë duke vijuar hetimet në lidhje me këtë pjesë. Dhe konkretisht është firmosur urdhër arresti i ri për Astrit Avdylin, kreun e grupit kriminal Avdylaj, i cili ndodhet në qelitë e paraburgimit për vepra të tjera penale në kuadër të operacionit kur u shpall në kërkim edhe ish deputeti socialist Arben Ndoka. Sipas prokurorisë posaçme, ndaj Astrit Avdylit rëndojnë dyshimet për veprën penale të vrasjes dhe grupit të strukturuar kriminal. Astrit Avdyli do t'i komunikohet masa e sigurisë në qelitë e paraburgimit. Ndërkohë, është shpallur sërish në kërkim nipi i tij Aldo Avdyli, i cili po ashtu është në kërkim për vepra të tjera penale për akuzat e vrasjes dhe grupit të strukturuar kriminal. Gjithashtu është caktuar masë sigurie për shtetasen Edlira Avdyli, por masa e sigurisë është ndalim për të dalë jashtë vendit. Në lidhje me këtë shtetase, prokuroria ende nuk ka dhënë detaje se për çfarë akuzash ka firmosur masën e sigurisë. Ky aksion është duke vijuar, po vijojnë kontrollet në disa zona të Durrësit e po ashtu të tjerë persona, sidomos zyrtarë të lartë të kadastrës, kryesisht në zonën e Durrësit janë në hetim e për këtë arsye deri më tani SPAK ka qenë i rezervuar për dhënë detaje të mëtejshme në lidhje me këtë çështje. Megjithatë, moment pas momenti mund të dalin në dritë detaje dhe të dhëna të tjera që flasin për këtë aksion, sikurse thash, të organizuar dhe të ndërmarrë mëngjesin e sotëm në Durrës, e po ashtu ka patur kontrolle në fshehtësi të plot edhe mbrëmjen e kaluar. Shumë faleminderit Klodi, është një lajm që mbetet në zhvillim, kështu që mund të kemi të tjera lidhje drejt për drejta bashkë. Ishte Klodi Lala, të nderuar shikues, për këtë operacion nga Policia e Shtetit dhe nga SPAK. Ndërkohë, do të kalojmë tani në një tjetër informacion përmes një tjetër raportimi të drejt për drejt me të qëngati kolegu Ergys Gjençaj, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të nisë përgatitjet për zgjedhjet në 6 bashki pas dekretit të Presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës ka dekretuar datën 9
nëntor si datën e zgjedhjeve për këto 6 bashki, ku përfshihet dhe kryeqyteti, kështu që për këtë do të flas tani me kolegun Ergyst Gjençaj për përgatitjet që priten nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ergyst, përshëndes, je drejt për drejt nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, çfarë bëhet e ditur deri tani në nisje dhe anoncimit të përgatitjeve? Nisje të përshëndetje. Pas shpalljes së dekretit nga ana e Presidentit të Republikës Bajram Begaj, sipas të cilit data 9 nëntor është data kur zgjedhësit e 6 bashkive të Tiranës, Vlorës, Beratit, e Perinës, Matit dhe Cerrikut do të zgjedhin kryetarët e bashkive të tyre. Në Komision Qendror të Zgjedhjeve tani kalon topi, pra fush betejë të themi nëse mund të quajmë kështu, për sa i përket gjithë përgatitjes, procesit të administrimit dhe menaxhimit të zgjedhjeve do të zhvillohet pikërisht këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Unë jam vendosur në sallën kryesore të mbledhjeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku do të ketë diskutime dhe debate për sa i përket një sër akte të rëndësishmi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet të marrë për përgatitjen e zgjedhjeve të 9 nëntorit, sigurisht akte të rëndësishme që kanë të bëjnë me përcaktimin e datës se kur partitë politike do duhet të regjistrohen si garuese në zgjedhjet e 9 nëntorit, më pas koalicionet, nëse do të kemi të tilla koalicionet zgjedhore për zgjedhjet e 9 nëntorit, e më pas edhe regjistrimi i kandidatëve për këto zgjedhje në këto 6 bashki. Mësohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur paraprakisht punën, pasi ishte e ditur, pavarësisht se nuk ishte një datë, kishte e ditur se vendit në të paktën, themi 5 bashki, pasi ekzistonte gjithmonë debati për sa i përket bashkisë së Tiranës, por gjithsesi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte nisur punën parapërgatitore për hartimin e një sër akteve të nevojshme të domosdoshme për zgjedhjet e pjesëme lokale. Pritet që ditët në vijim të kemi mbledhje të komisionerit shtetëror, por edhe të komisionit rregullator, të cilët do duhet të marrin vendime të rëndësishme gjithnjë në funksion të përgatitjes së zgjedhjeve të pjesëme në 6 bashkitë e vendit. Një pikpyetje mbetet, Nisida, nëse në këto zgjedhje do të aplikohet votimi dhe numërimi i elektronik për zgjedhjet e pjesëme vendore, nëse pasi është një vendimarrje e cila i takon Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Nisida? Po, faleminderit shumë Ergyst për informacionin e fundit. Faleminderit ju. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ndjekim tani zhvillimet të Komisionit të Ligjeve, ku ka patur debate për caktimin e datës zgjedhjeve në 6 bashki nga ana e Presidentit të Republikës që dekretoi datën 9 nëntor. Do të ndjekim zhvillimet që vijnë, ndjekim zotin Manja. Për këtë që more fjalën. Lutem. Po, ta vazhdojmë tani? Bukur. Shkelja është brutale. Presidenti i Republikës tashmë ka vënë veten jo tek thjesht shkelja, po me sa duket është në pamundësinë për të ushtruar detyrën e tij. Nuk e lën më të ushtrojë detyrën. Që është një nga arsyet pse Presidenti i Republikës nuk mund të vazhdojë më atë detyrë. U bën disa dekrete të cilat janë haptazi në shkelje. Ndërkohë, këtu kemi edhe një situatë tjetër. Kemi situatë tjetër sepse ligji detyronte që këto vakanca të ishin shpallur në kohën kur kanë ndodhur, njëra pas tjetrës. Por, duke qenë se kryeministri mendon që është sipër. Mirë, nga Komisioni i Ligjeve, ku do të shkëputemi për pak momentet nderuar shikues për të ndjekur tjera zhvillime të drejt për drejta, këtë herë që vinë nga Kopenhagen në Danimark, është mbërritja e kryeministrit Edi Rama në samitin e përbashkët të komunitetit politiko-europian. Ndjekim deklarata për median të zotit Rama? Ju takon të mëdhenjve në sallë që të mos presin më, por të na përqafojnë e të na mirëpresin sepse do të jemi një vlerë shumë e madhe shtuar për Bashkimin Evropian. Ka patur raste të sulmeve kibernetike në të shkuarën, keni qenë objekta. Çfarë diskutohet në BAE? Po, kemi qenë objekt sulmi kibernetik, por sot kemi një nga mbrojtjet më të forta kibernetike në Europë. Ne vazhdojmë të jemi objekt e këtyre sulmeve kibernetike të Iranit dhe jemi tërkohën duke luftuar që të mos lejojmë shkelje të sigurisë tonë. A ka ndonjë mësim që BE-ja mund ta mësoj nga Shqipëria? Shumë mësime. Për të vepruar si një etar dhe për të
arritur një konvergjencë gjithçka që ka të bëjë me sigurinë e sigurimin, që në fakt nuk është rasti. Deri tani ka shumë me cejak kur vjen fjala për informacione dhe të dhëna, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, jo vetëm që të përforcohet aspekti ushtarak, por edhe që të kihet një plan paqeje europian. This is the best that has happened so far. Kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur pas Bashkimit Evropian vet. Është ardhmja e Europës, sa më shumë të ecim në këtë drejtim, aq më mirë do të jetë, sepse ndërkohë të tjerët po shfaqen mjaft të fuqishëm dhe e gjithë Europa në tërësi është një masë e madhe sa i takon njerëzve, ekonomisë, dhe duket shumë e dobët pikërisht sepse nuk është e gjitha bashkë. Drejt për drejt ishte zoti Rama nga Danimarka, të nderuar shikues, ndërkohë që do të vijojmë tani me të tjera lajmet e edicionit informativ. Në një shënim në Facebook, ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Mirë, kthehemi edhe një herë të nderuar shikues tek Mendoj që është diçka fantastike. zoti Rama, është ndalur për tjera media. Që në pritje për një kohë të konsiderueshme ndodhi dhe And also thanks to nën the last push from drejtimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe nxitjes së fundit nga presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse duhet ja japim meritën për këtë dhe kaq. Kryeministër, cilat janë sfidat tona për sigurinë në Europë dhe sidomos tani në Ballkanin Perëndimor? I believe that Besoj që një prej sfidave më të mëdha të sigurisë në Europë dhe në Ballkanin Perëndimor është fakti që Europa nuk ka planin e vet të paqes dhe mbështetet tek të tjerët, kështu që sapo Europa të ketë planin e vet të paqes, do të jetë më e sigurt dhe më e mbrojtur, kështu e kuptoj unë. Ishim edhe njerë drejt për drejt me Danimarkën, është ndalur zoti Rama në tjerë gazetar për të folur dhe për të dhënë përshtypjet e tij, ndërkohë që vijoj me lajmet në një shënim në Facebook, ish kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj ka dhënë një mesazh të fortë që hap debate për klimën politike dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend. E bëj për çdo shqiptar që jeton me frikë mos përgjohet, kthen kokën pas mos po e ndjekin, shkruan Veliaj. Mes të tjerash dhe nuk dihet se kujt i drejtohet atyre që e shkarkuan apo për drejtësinë. E bëj për çdo shqiptar që jeton me frikë mos përgjohet, kërkon linjë të sigurt të flasmet të shtëpisë, kthen kokën pas mos po e ndjekin, vë gishtin mbi buzë se mos dëgjohet apo fshet telefonin poshtë në karrige. Shqipëria nuk është një koloni penale dhe s'duhet lejuar kurrë kjo rezes frike që ka kapluar vendin në emër, shkruan zoti Veliaj. Ndërkohë një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në Tiranë, ku një 16 vjeçare i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga pallati, shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes janë ende të paqarta. Lidhe me gazetarin Giulio Ferzaj për më tepër informacione. Giulio, të përshëndes, çfarë ka ndodhur konkretisht? Si ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë? Një ngjarje shumë e rëndë ka ndodhur ku një vajzë 16 vjeçare nga Kamza është vetëdhur nga një pallat në ndërtim në rrugën Gjon Buzuku. Si pasojë ka ndruar jetë në vendngjarje, sipas banorëve që kanë pyetur, më kanë treguar se është futur fsherrëzi në pallat duke pritur që të largoheshin punëtorët dhe më pas të kryente aktin e vetflijimit. Burime nga policia më kanë bërë me dije se vajza ka marrë këtë akt për shkak të gjendjes së ngarkuar emocionale dhe problemeve familjare. Deri tani familjarët ende nuk ka dhënë dëshmi para policisë për shkak të gjendjes së rënduar të vajzës së tyre që mori këtë akt kaq të rëndë.
E kuptoj. Gjulio, pallati që ishte në ndërtim është pranë banesës së vajzës dhe çfarë kanë thënë fqinjët nëse ke informacione, se kuptoj, prindrit nuk kanë dhënë dëshmitë e tyre ende për shkak të tronditjes, por çfarë dihet më tepër rreth vajzës, rreth 16 vjeçares? Këta ake ka ndërmarrë në një zonë që është shumë larg banesës së saj, sepse është banore në Kamës dhe ndërkohë ka ardhur pranë rrugës së Dibrës, pra një rrugë që është dytësore që quhet rruga Gjon Buzuku. Dhe ka zgjedhur një pallat në ndërtim ku banorët nuk e se ka patur shumë duke lëvizur, punëtorët kishin ikur të gjithë nga pallati dhe e shfutur fshirët se duke hapur llamarinën që ishte rrethuar pallati dhe më pas ka ndërmarrë këtë akt ekstrem. Identiteti i vajzës dihet, paktën me iniciale? Identiteti nuk është bërë ende publik për shkak të moshës që ka dhe policia ka deklaruar që në moment të dytë ndoshta do të informoj ngjarjen të plot. A ka informacion ku studionte vajza Gjulio, nëse mund të kishte patur ndonjë problem në shkollë, përmende vetëm faktin që ka për shkak të tensioneve në familje apo jo? Fillon dhe mbaron aty pjesa apo ka diçka më tepër për të hetuar? Policia është duke vejuar hetimet, por deri më tani i shndron fakti që ngjarja ka ardhur si pasojë e problemeve familjare dhe gjendjes së ngarkuar emocionale nga ana e vajzës. S'mund të konfirmoj diçka tjetër derisa policia të njoftojë domethënë se çfarë realisht ka ndodhur, pse ka ndërmarrë këtë akt. E kuptoj. Faleminderit Gjulio për informacionet. Faleminderit juve. Mirë, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me pjesën tjetër të edicionit. Rikthehemi drejt për drejt, nderuar shikues, opozita po finalizon procesin për zgjedhjet e kandidatit për Bashkinë e Tiranës mes tre emrave që kanë marrë dakordësinë e aleatëve. Takimet mes partive opozitare vijojnë me frym bashkëpunuese, ndërsa profili i kandidatit shihet më i rëndësishëm se vetë emri. Edlira Çepani, Ermal Hasimja, Florian Haçkaj janë tre emra potencial, një nga të cilët opozita mendon të zgjedh për ta shpallur kandidat për kryetar Bashkie të Tiranës. Sipas burimeve, emrat janë diskutuar edhe me aleatët dhe është dhënë dakordësia për ta. Edlira Çepani prej shumë vitesh ka dhënë kontributin e saj në shoqërinë civile, duke ndjekur dhe ngritur kauzat të cilat kryesisht preknin gratë. Ermal Hasimja nga ana tjetër ka dhënë kontributin e tij në edukim, arsim publicistik, ndërsa Florian Haçkaj është ndër njerëzit i cili ka ngritur për vite të tëra zërin për votën e diasporës. Këtë të mërkur, Partia Demokratike zhvilloi një takim me përfaqësues të Partisë Mundësia të Agron Shehaj. Në takim ishin të pranishëm Ilir Ali Mehmeti, Belin Këlliçi nga Partia Demokratike dhe Erald Kapri dhe Barbara Doda nga Mundësia. Pas mbledhjes deputeti Kapri tha se kanë propozuar një emër, por pa e dhënë atë, pasi sipas tij më shumë se emri ka rëndësi profili i kandidatit. Nuk është rëndësishme emri, më besoni, është shumë rëndësishme ky parim. Dhe ne jemi shumë të lumtur që Partia Demokratike është afër këtij parimi. Pra që janë dakord që të respektohet propozimi jon që një kandidat mbi jashtë partive politike, mbi palët, të unifikojë opozitën në garën për Tiranë. Belin Këlliçi dhe Ilir Ali Mehmeti thanë se shumë shpejt opozita do të dalë me emrin e kandidatit të saj, ndërsa fryma është pozitive mes partive opozitare për të qenë bashkë. Kemi diskutuar emrat përvetshëm. Kemi rakorduar për sa i përket, po e them edhe një herë, profilit që do duhet kemi bashkarisht për një kandidat apo kandidate. Ne do të shqyrtojmë çdo emër, çdo propozim që vjen me të vetmin qëllim maksimalizimin e votave dhe mbështetjes për kandidaturën që do të dalë në emër të opozitës bashkuar. Partia Demokratike ka zhvilluar takime deri tani me Partinë e Lirisë, Partinë Republikane, Partinë Agrare Ambientaliste, Partinë Mundësia e të tjerë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncoi në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg sulmin dhe presionin e prap precedent ndaj televizionit News 24. Ai theksoi se stacioni kritik ndaj qeverisë u rrethua nga policia dhe ushtria, ndërsa gazetarët u ndaluan të hynin në redaksi dhe kompjuterët e tyre u sekuestruan, duke e evidentuar një goditje serioze ndaj lirisë së medias në Shqipëri.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë fjalës së tij pranë grupit të PPS në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg, denoncoi presionin e qeverisë ndaj mediave, duke përmendur sulmin që ndodhi mbi televizionin News 24, i cili u rrethua nga policia dhe ushtria. Gazetarët u ndaluan të hynin në redaksi, ndërsa kompjuteret e tyre me dosje kundër ministrave u sekuestruan. One of the few critical TVs. Një nga televizionet e pakta kritike ndaj regjimit, një natë e gjeti veten të rrethuar nga policia dhe ushtria. Ata nuk lejuan gazetarët të hynin brenda, pavarësisht vendimit të gjykatës. Megjithatë, kryeministri nuk u shqetësua. Ata sekuestruan kompjuteret ku gazetarët investigativ kishin dosje kundër ministrave. Dhe deri më sot, vendimi i gjykatës nuk është zbatuar. Ata nuk janë në ambientet e tyre. Është një presion i tmerrshëm mbi median. Lideri i Partisë Demokratike tha se edhe në Parlamentin shqiptar janë shkelur hapur kushtetuta dhe rregullat, pasi programi i qeverisë u votua në vetëm 28 minuta pa debat. Mr. President, the new government and its program, 4-year program, was voted. Zoti President, qeveria e re dhe programi i saj, programi 4 vjeçar, u votuan për 28 minuta. 28 minuta, mbi bazën e një skenari të përgatitur mirë, duke shkelur kushtetutën, duke shkelur gjithashtu edhe rregullat e parlamentit. Ata votuan me urdhër të kryeministrit në sallë, votuan për 28 minuta. Ky ishte debati. Kur ne, si opozit, kërkuam të vijë një mocion për debat mbi programin e qeverisë, u refuzua. Të drejtat kushtetuese dhe të drejtat që burojnë nga rregullat e parlamentit të deputetëve nuk respektohen as pak. Kreu i opozitës shqiptare deklaroi se rreziku më i madh për shqiptarët është droga dhe shëndrimi i vendit në një shtet narkotik. It came out from Italian antimafia. Ka dal nga antimafia italiane që përfaqësues të qeverisë shqiptare kanë bërë një takim në Aruba me kartelet më të larta të drogës. Cile ishte qëllimi i takimit? Qëllimi ishte një marrëveshje për të investuar paratë e tyre në Shqipëri. Por kushdo që vjen në Shqipëri dhe sheh të dhënat e Eurostatit, do të gjejë që indeksi i ndërtimit në Shqipëri është 3 herë më i lartë se mesatarja për Bashkimin Evropian. Ndërkohë që industria, bujësia po bien janë në recesion. Berisha tha gjithashtu se kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë janë të përfshirë drejt për drejt në ushtrimin e presionit mbi vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve, për të ndryshuar raportin e parë paraprak të 11 majit. Deputeti i Partisë Socialiste Arbian Mazniku ka dëshmuar në gjykatën e posaçme në lidhje me dosjen 5D. Në dëshminë e dhënë, Mazniku ka përdititur se ka patur njohje me Nestor Muhamet Llarin. Ai ka deklaruar se në periudhën 2019-2022 ka qenë nënkryetari i Bashkisë Tiranë, ku ka patur kompetencat e autoritetit nënkontraktor për procedurat e tenderimit. Sipas ligjit nuk merresha me lëndën e kërkesës, por vetëm verifikimin e hallkave të procesit. Në të gjitha rastet, kujdesesha që personat përgjegjës të fushës respektive kishin firmosur dokumenta dhe bërë detyra dhe unë më pas vetëm e certifikoja si proces, ka thënë ai. Mazniku u shpreh se kishte njohje me drejtorët Redi Molla, Mariglen Qato dhe Taulan Tushe dhe se me ta kishte kontakt të vazhdueshëm, por këmbgulse nuk ka patur asnjë dieni që ata të kishin pasur interesa financiare. I pyetur nga avokatët nëse ka patur ndonjë ndërhyrje nga të pandehuri, dëshmitari Mazniku përgjigj negativisht. Dy persona u arrestuan nga policia pas sherrit mes dy grupeve në qytetin e Bilishtit, ku 38 vjeçari Trajan Çeliku u plagos me thik. News 24 mëson se shkak për sherrin mes Çelikut dhe autorit plagosjes dyshohet jetë bërë mosmarrveshja për paratë që fitonin përmes kontrabandës së mallrave nga kufiri i gjelbër. Dy persona u arrestuan nga policia pas sherrit mes dy grupeve në qytetin e Bilishtit, ku një 38 vjeçar mbeti i plagosur. Në pranga përfundoi 39 vjeçari Guri Mazeliu, i cili plagosi me thik në këmbë 38 vjeçarin Trajan Çeliku, konflikt i dyshuar për motive të dobta. Sherri ndodhi mesditën e së mërkurës, ku shtetasit Ylli Xhaçka, Trajan Çeliku dhe Marcel Buçi ndoqën fillimisht me makinë 39 vjeçarin Guri Mazeliu, të cilin e dhunuan si dhe i dëmtuan automjetin me sende të forta. 38
39 vjeçari Guri Mazeliu është kundërpërgjigjur ndaj tyre, ku plagosi me thik Trajan Çelikun dhe më pas u largua nga vendngjarja me makinë. Burime për News 24 bëjnë të ditur se kjo nuk është hera e parë që palët përfshihen në konflikt mes tyre, ndërsa dyshohet se shkak për sherrin mund të jetë bërë kontrabanda e mallrave nga kufiri i gjelbër, ku nuk kanë rënë dakord për ndarjen e parave. 39 vjeçari Guri Mazeliu akuzohet për veprat penale, plagosje e lehtë me dashje, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta, prishje e rendit dhe qetësisë publike dhe shkatrimi i pronës, ndërsa në pranga përfundoi edhe 37 vjeçari Ylli Xhaçka i akuzuar për veprën penale, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Autoritetet shqiptare kanë dërguar në një laborator privat në Belgjik organin e zemrës që pretendohet se i përket Sajmir Sulës, i cili humbi jetën gjatë pandemisë koronavirusit në një spital në Spanjë. Motra e tij, Majlinda Sula, ka ngul që mund të ketë mundësinë të kryej një analizë private, pasi thotë se ka humbur besimin tek autoritetet shqiptare. Pas 5 vitesh zvarritja, autoritetet shqiptare dërguan në një laborator privat në Belgjik me qëllim bërjen e analizës së ADN-s, organin e zemrës që pretendohet se i përket Sajmir Sulës, i cili humbi jetën gjatë pandemisë së koronavirusit në një spital në shtetin spanjoll. Zemra u soll nga Spanja në Shqipëri, por për faktin se ishte vendosur në lëndën e formalinës, në vendin tonë nuk mund të kryhej analiza ADN-s, e cila më pas do të mund të krahasohej me profilin e nënës së tij dhe të përcaktohej nëse i përkiste Sajmir Sulës. Për afro 2 vite zemra u mbajt në Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe vetëm këtë të mërkur drejt Brukselit u thuan prokuroria e çështjes, një përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë si dhe motra e të ndjerit. Majlinda Sula ka ngul në marrjen e një kampioni që të mund të ketë mundësinë të kryejë një analizë private, pasi thotë se ka humbur besimin tek autoritetet shqiptare. Kërkoj gjithashtu në Ministri të Drejtësisë, zoti Lamandari, që më japin një kampion të vogël që mund të bëj ADN-n. Se unë nuk kam besim tek shteti shqiptar, kam 5 vjet që kërkoj ADN-n e zemrës së Sajmirit, vllait tim, nga një vdekje e dhunshme ose trafik organesh, kjo varet nga rezultati i ADN-s, që unë kam frikë që mund të falsifikohet ADN-ja në Shqipëri, sepse ADN-ja nuk po bëhet në Bruksel. Foto spitalit kur Sajmir Sula ndroi jetë në Spanjë, që ka qenë një vdekje e dhunshme dhe autopsia duhet të reflektojë dhunën, dhe unë nuk e di nëse kjo gjë do të falsifikohet, se unë nuk kam besim tek shteti shqiptar. Gruaja pretendon se vëllai i saj Sajmiri humbi jetën si pasojë e dhunës, që u ushtruan ndaj tij në spitalin spanjoll ku e dërgoi për kurim. Mungesën e zemrës ajo e konstatoi kur solli në Shqipëri trupin e pajet të vëllait dhe përpara se ta varroste e dërgoi për autopsi pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore. Pas zbulimit ronditës, Majlinda Sula bëri kallëzim penal në prokurorinë e Tiranës për trafik organesh. Banka e Shqipërisë vlerëson se ekonomia shqiptare do të vijojë të ketë rritje pozitive edhe në muajt në vijim. Guvernatori Genseko tha se turizmi dhe konsumi do të jenë 2 prej elementeve që do të nxisin rritjen ekonomike që pritet të jetë mes nivelit 3.5% deri në -4%. Ekonomia shqiptare po vijon trendin pozitiv të zhvillimit me inflacion të qëndrueshëm dhe rritje të punësimit të pagave. Banka e Shqipërisë parashikon vijim të këtij ritmi edhe për vitin 2026. Arsye këto që ndikuan për të mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%. Ne parashikojmë të mbetemi në këto nivele të rritjes ekonomike edhe në vitin që vjen midis 3.5 dhe 4%. Banka e Shqipërisë është gjithmonë prudente dhe jep një konsiderat edhe konservatore në rritjen ekonomike, pasi historia ka treguar që rritja ekonomike ka qenë diçka më lartë se sa parashikimet e Bankës së Shqipërisë dhe ne shpresojmë dhe urojmë që rritja ekonomike të jetë dhe më e lartë se parashikimet tona. Por dhe ky parashikim që ne kemi prap mbetet mjaft pozitiv për rritjen ekonomike. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko tha se po punohet për të ulur përdorimin e keshit në ekonomi. Kemi një plan, Ministria e Ekonomisë ka planin e saj, qeveria gjithashtu dhe Banka e Shqipërisë është duke punuar për digitalizimin, modernizimin e sistemeve të pagesave që shkon paralel me uljen e nivelit të keshit në ekonomi dhe me objektivin e përgjithshëm formalizimin e ekonomisë shqiptare. Duke nisur nga 7 tetori, Shqipëria do të jetë pjesë e sistemit evropian të pagesave dhe qytetarët e biznesit do të mund të kryejnë transaksione me kosto shumë të lirë.
News 24 siguron raportin e kontrollit të lartë të shtetit për barnat onkologjike, ku theksohet mungesa e madhe e medikamenteve kimio gjatë periudhës kohore 2021-2025. Në këtë raport, evidentohet se auditi i KLSH-s ka gjetur në farmacinë qendrore barna të cilat kanë qenë të skaduara. News 24 siguron raportin e kontrollit të lartë të shtetit për barnat në spitalin onkologjik. Raporti është dorëzuar javën e shkuar drejtorisë së QSOT-s. KLSH ka audituar periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2025, ku thekson se një numër shumë i madh barnash antitumoral kanë munguar në periudha të gjata. Kjo sipas raportit ka sjellë që një numër gjithashtu i madh pacientësh të kalojnë një situatë të vështirë dhe risku për jetën e tyre. Në dokumentin e siguruar nga News 24 rezulton gjithashtu se nga kontrolli në sistemin e brendshëm të farmacisë qendrore, i quajtur Pentaho, janë gjetur 2 medikamente kimio të skaduara, të cilat sipas rregullit do duhet të ishin asgjësuar. Pacientët me kancer gjaku sipas raportit vuajnë mungesën e barit daratumumab, për të cilin QSOT edhe në vitin 2025 ka bërë një furnizim prej 4000 flakonësh, por përsëri për pacientët rezulton se nuk ka dhe KLSH vëren se bëhet fjalë për keq menaxhim. Sipas KLSH, nga 253 barna antitumoral që janë të regjistruara si barna që importohen dhe rimbursohen, 116 nuk janë sjellë asnjëherë në Shqipëri, ose thënë ndryshe, nga viti 2021 deri në vitin 2025, 46% e kimioterapive nuk kanë hyrë në vendin tonë. Sa i takon barit Actinomycin D, raporti thotë se drejtoria e QSOT nuk ka sjellë kontratë aktive për importimin e tij. Gjithashtu, edhe për barin tjetër, Fesgo, i cili përdoret për gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit, thuhet se në kohë të caktuara, gjendja në farmacinë qendrore ka qenë 0. Kontrolli i lartë i shtetit vë theksin se barnat onkologjike janë të nënfinancuara nga shteti shqiptar, duke rritur rrezikun e mos trajtimit siç duhet dhe kur duhet të pacientëve me kancer. Shkojmë drejt për të ndjekur një deklaratë të Elda Hotit nga selia e Partisë Demokratike. Dhe kjo nuk ishte rastësi, por një plan i mirë menduar, një skem klasike për të favorizuar klientët e qeverisë. Fitues u shpall Bashkimi i Operatorëve Unik SHPK, JOS dhe Krasniqi Baze, me një ofertë prej 867.000 euro, plot 233.000 euro më shumë se oferta më e lirë që mund të ishte përzgjedhur. Kush është Unik SHPK? Një kompani në pronësi të Det Malutaj, një emër tashmë i njohur për organet e drejtësisë. Ai është shpallur në kërkim në maj të vitit 2022, pasi u akuzua për mashtrim ndaj prokurorisë së Elbasanit me një dëm prej 35 milion lekësh. Ai së bashku me të tjerë ka instaluar sisteme të dëmtuara kondicionimi, duke shkelur kriteret e tenderit dhe mashtruar një institucion të drejtësisë. Por ky fakt, që duhet ta kishte përjashtuar automatikisht nga çdo garë publike, nuk e ka ndaluar Gentian Gjylin, drejtuesin e ARSH-s, për ta shpallur sërish fitues. Dhe kjo nuk është vetëm një shkelje e ligjit, por një poshtrim për çdo qytetar shqiptar që punon dhe paguan taksa, të cilat shkojnë për klient të pushtetit. Kjo është prova që konkurenca është vrarë, që ligji nuk vlen dhe që narkoregjimi vazhdon abuzimin me fondet publike për interesa klienteliste. Faleminderit. Do që deputete në Partisë Demokratike Elda Hoti drejt për drejt nga selia e Partisë Demokratike vijojnë me lajmet raporti tronditës i kontrollit të lartë të shtetit, një pjesë të cilit e cituam dje zbulon një tjetër skandal që lidhet me furnizimin me barna antitumorale në Shqipëri. Shkeljet rënda kontraktuale janë toleruar nga institucione publike duke lënë pacientët onkologjik pa trajtim dhe duke shkaktuar dëm ekonomik miliona lekë. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar një skandal të rënd në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, lidhur me furnizimin e barnave antitumorale. Sipas raportit përfundimtar të auditimit, institucioni përgjegjës për financimin dhe kontrollin e barnave
nuk ka zbatuar penalitetet e parashikuara në kontratat me importuesit farmaceutik, duke toleruar shkelje të përsëritura, situatë që ka lënë pacientët onkologjik pa trajtim. Auditimi i KLSH-s ka evidentuar se gjatë periudhës 2021-2024 janë regjistruar 49 raste vonesash në furnizimin me barna jetik për trajtimin e kancerit. Megjithatë, Drejtoria e Kontrollit pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka marrë masa vetëm në 2 raste, ndërsa 47 rastet e tjera nuk janë dëshkuar. Sipas kontratave trepalshe midis Fondit të Sigurimeve, QSUT-s dhe importuesve, çdo vonesë në furnizim duhet të shoqërohej me penalitete financiare. KLSH llogarit se vlera totale e gjobave që nuk u aplikuan arrin në 49 milion lek. Për më tepër, kontratat parashikonin që në rast përsëritje të shkeljes, importuesit që nuk plotësonin furnizimin në kohë të përjashtoheshin nga lista e rimbursimit, masë që nuk është zbatuar asnjëherë. Në raport përmenden disa kompani farmaceutike si përgjegjëse për vonesat e përsëritura: Reisi Pharma, Mega Pharma, Intermed, Delta Pharma AL, Incomed dhe Trimed. Sipas KLSH-s, pavarësisht shkeljeve të qarta, këto kompani janë trajtuar si operator pa probleme, duke vijuar të furnizojnë tregun pa asnjë pasojë kontraktuale. Për këtë sjellje, kontrolli i lartë i shtetit ka vendosur një masë administrative ndaj Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor, duke konsideruar mosveprimin një dështim serioz të mekanizmave të kontrollit. Në raport theksohet se kjo situatë jo vetëm që ka dëmtuar financat publike, por mbi të gjitha ka kontribuar në mungesën e barnave jetike për pacientët me kancer. Raporti i KLSH-s nxjerr në pa një zinxhir dështimesh ku kompanitë vonojnë, pacientët mbeten pa ilaçe, ndërsa institucioni që duhet të mbrojë interesin publik nuk vendos as gjobat e parashikuara me ligj. Ky është edicioni informativ i orës 11 në News 24, të nderuar shikues. Për më gjërë juftojmë të na ndiqni në balkanu.com për live-in më të fundit. Mund të na ndiqni gjithashtu edhe përmes live streamit si në kanalin ton zyrtar në YouTube News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Pas pak do të jeni me Vis Ahmetin, emisionin me zemër të hapur.